Gjatë ditës së sotme u raportua të jenë parë disa tituj librash të bibliotekës së Gjimnazit Hajdar Dushi të hedhur në kontenjerin e mbeturinave. Zëvendës drejtori i shkollës Gani Benaku ka sqaruar se tituj që janë hedhur në kontenjer nga stafi teknik tashmë janë hequr nga aty. Ka filluar një rregullim i bibliotekës, sepse është vendosur inventar i ri dhe kemi shumë tituj të librash të papërdorur që nuk përdoren më nga nxënësit. Pastaj punëtorët teknikë shërbësi kanë bërë librat, me një fjalë ta themi pak si kemi vrejt një ashtu. Në moment kur na kanë treguar që librat kanë vendosur në një kontenjer, i cili ka qenë i ri, pa përdorur, ne kemi tërhequr të gjitha librat, të gjithë titujt dhe tani kemi vendosur për të shpërndarë nga nxënësit ata që kanë nevojë. Benaku tha se një pjesë e madhe e librave ka qenë në gjuhën serbo-kroate. Gati përgjithsisht librat janë të gjuhës serbo-kroate. Të vjetë kanë mbetur në shkollë, nuk janë nga gjuha shqipe. Kujtojmë se librat që u larguan nga kontenjeri do të shpërndahen tek lexuesit.